Po shef. Mësë më kokat, po përcjellë Jakupin edhe kallëzam. Gjavet, mos më shef mas pirdëm se nuk mundesh. Sa du me ditë pse pi bishna muhabeti për këtë punë. Ju se më dohet dola për kësaj situate? Hajde Gjavet, ta shojmë ka po jam malë. Ju bëjmë ultrajmë s'ka ndryshu kur gjo, po kur t'ga bëjsh, duken që ketë jam të këshyrë. Mirë që kjo është mirë. Do me thënë e pas ke kuptu gabimin. Diçka po, Haxhi. Edhe jo veç fjalët e ti, po edhe sjellja jote. Pse sjellja jam? Po, ti sikur po do në mund mos me lyp vllajën ta. Ka keja, morë vesh nëjësën. Po, Jakupi sot u sjallë si bot që e kam burgos qikën. Pse? Unë veç farisën që më të mujtë me kuptu çfarë njeri është. Edhe të bën probleme, edhe tani të lyp me i një mu. Hamoni Haxhi, ndorë zotit mos ne tonën. Se shka u bo? Haxhi, a mos e ke po këtë taksistë Shevkin? Jo, valla. Allo, shef, jam të përcjell Gjavitin ato e lyp Shevkin me të madhe. Jo mirë e këtë të në thërë një lapi gabshere të fyti. Sot Gjaviti, Shevkin shka ki bo. Ha? Të ka bitu të ala pa folë, ha? E para, s'po muj mungi të këqyrë. E dyta? Të këqyrë se shumë shpet i liru për mamit tanë mes dorë për dorë në mu. A, një pro merë, shpirti jam. Esti për para, e unë e hici një dhe topa mas teje. I riski nevoj me ditë këtë punë. Po mëre, po du me ditë. Qa me bo, qa po zoti me bo? Unë për të thëmë diri sa, të kryet që kjo punë ti me ngu që është thëmë unë edhe mos jelë që është. Ha, Gjavet! Jakup! Që sa vjetë jam t'ja lyp kush ma ka vra babën, a unë pas në najt me ta. Pretëm Jakub.